Me AIPS, SEPA dhe së shpejti sistemin Instant Payment, pagesat po bëhen gjithnjë më të thjeshta, më të shpejta dhe më të lira. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, shuma e pagesave në euro të kryera me sistemin AIPS ka pësuar një rekord të ri në muajin tetor. Numri pagesave të kryera brenda vendit me sistemin AIPS euro arriti në 323.000 në fund të 10 mujorit. Shifrat tregojnë se tetori rezulton të ketë shënuar rekord, sidomos përsa i përket shumës së pagesave në euro, të cilat arritën në 636 milion, ndërsa numri i transaksioneve ishte 38.000. Nëse bëjmë një krahasim me periudhën janar-tetor 2024, numri i pagesave të realizuara me AIPS euro ka pësuar një rritje me 22%, ndërsa edhe shuma e tyre rezulton gjithashtu me një rritje prej 21%. Gjithsej, shuma e transaksioneve të kryera me AIPS arriti në 5.1 miliard euro në janar-tetor 2025. Pas një rënjeje në muajin gusht, AIPS rezulton të jetë më këmbër në muajt në vijim. Që prej fillimit të funksionimit të tij në vitin 2022, AIPS euro ka siguruar kursime të konsiderueshme për qytetarët shqiptar. Me sistemin kombëtar AIPS euro u përcaktuan disa komisione tavan për transfertat kombëtare në euro, duke ulur ndjeshëm kostot për qytetarët në kryerjen e pagesave në euro brenda vendit. Funksionimi i këtij sistemi të pagesave u ka kursyer bizneseve dhe qytetarëve mbi 37 milion euro në 2023-shin. Deri në fund të 2024-s, kursimet përllogariteshin në përafërsisht 100 milion euro. Sistemi shqiptar i pagesave ndërbankare AIPS përdoret nga bankat për të transferuar në kohë reale shuma të mëdha parash me njëra tjetrën. AIPS euro përdoret nga qeveria për të shlyer borxhin e jashtëm, nga bizneset të mëdha për të shlyer fatura në vlera shumë të larta dhe nga vetë bankat. Megjithatë, AIPS shpejton në mënyrë indirekte edhe transaksionet për qytetarët, veçanërisht kur bëhet fjalë për shuma të mëdha parash.